Dhe jemi ardhur rubrika e kuzhinës, aty ku gatuajmë edhe aty ku nuk mund të refuzojmë asnjë prej recetave. Sa të zot që themi, jo, po kjo është e pashëndetshme, jo, po kjo është e shëndetshme, jo, po jam diet, jo, po kështu. U dorëzum sa po e pam pancake-in. Edhe unë thash, jo, se s'kam hangër, po ta shohim deri në fund apo dorëzona, po normalisht që një pancake do ta haja, sidomos kur vjen nga një kuzhiniere kaq simpatike të cilën e kam sot, Ailina Hasimi. Mirë se erdhe, Ailina. Faleminderit shumë. Unë është kuzhiniera më e vogël që ne kam pasur herë në studio. Unë të moshatarët e tu i ftoj në emision për me fol për shkollën, për kurset, për projektin. Hera e parë është që kam një magjik të vogël në kuzhinë. Sa vjet i ke, Ailin? 19. 19. Që sa vjet mirësh me gatim, me receta që i bën vetë pa mamin, është fjala. Se me mamin e di prej e vogël. Prej 8 vjeç. Prej 8 vjet ke fillu me gatu vetë. Çaj ki ma shumë përqef? Brumat, gjellat, ëmbëlsirat? Ëmbëlsirat pak i kam... Man qef, ha? Man qef. A i gatuna edhe i han? Edhe i gatuj. Edhe i han. Se edhe unë i gatuj për me hangër si hasë tani për trashna. Ailin, çaj kemi na gatu sot? E kam ju gatu pancake-a. Edhe një lang kemi na bo, po që do ta mësojmë rrugës tani, apo? Po. Qatë langun e ndëgjova prej mamit që te çdo masdite kujdesesh që antarët e familjes me i fresku gjatë ditëve nxehta. Po. Është i sheshëm, apo? Tepër. Unë e thash më herët që s'janë bashkënetshme, po pim shelëm syt ka një herë, a bën? A e bën edhe ti të shtëpia kështu 6 ditë me hangër shtatshëm diellën një pancake? Po, ka një herë se gjysh jam thas më mirë është me hangër shëndetshëm se sa me hangër Pashëndetshëm, po ka një herë bën edhe këto receta tradicionale. A të pëlqejnë shumë receta tradicionale? Po, po ma shumë ka kuzhina më pëlqen që me bë ëmbëlsira. Okej. Po. Ëmbëlsiran, edhe pancake është ëmbëlsirë, se hahet ose me çokolladë ose me mjaltë, edhe na do ta zgjedhim edhe me djath, po djathi nuk na qelloi. Okej, kallëzojmë çana duhet për pancake-in tënd. Për bërësit për brumin janë vezët, mille, sheqire, voje, qumshte, sheqer vanil, sheqer vanil, edhe përpjekja. Pluhur përpjekje. Okej, të gjitha këto janë vetëm për brumin e pancake-it. A fillojmë? Po, fillojmë. Ndërkohë që fillon, po lirisht nësja, ndërkohë që Ailina fillon, unë kisha dashur me ditë përveç shkollës që je në klasën e 6, a ndjek ndonjë kurs? Po, kursin për kodem, Probet Akademi. Unë është Milan, shto në heki pastaj. Po, Probet Akademi, janë kursin Probet Akademi, edhe jam dollë shumë e knoqne, edhe prindrit po ashtu e dhona. Edhe prindrit të ti, qa mësoni aty? Mësojna programe, ta është në kompin, jam regjistru edhe në kompin Veror, që mësojna për Canva. Aha. Që përden, aha, duhet me pasru, që se kemi edhe Palomën, ta lo afer kërsa harë që të vynë. Canva më po e mësona, ajtë se po të marrëm punë pra, se na duhen njerëz me Canva. Okej, 3 vezi kemi qitë, atë ndihmojnë në mitund? A dënë me bo vetë? Po, veç një herë do të me qitë edhe sheqire. Okej, vazhda, pra të jonës për të pengoj. Sa, a e dim sasina me tahmini kina? Me luk. Me luk, okej. Luk e vogël, luk e madhe? E madhe. Lukën e madhe, ku e lam lukën e madhe, a provoj me... Hajde, s'ka lidhje edhe me të vogël. Hajde. Aja i personi që edhe gatun edhe pastran pasaj kuzhinën, aja alen mamit halakam? Jo, i kam gjo momit gjdo herë kur gatun, e pastran me njëherë vendin. Edhe ti që ashtu, a? Edhe nëse s'kam qef, ta shti tundem. A donë me ndimu, a donë vetë? Mo, sa mirë. Mami Afrodita është shumë e lumtur, edhe shumë krenare me ty, se kur vjen ajo për punës, për shembull është e lodhën, e gjen bukën hazër. A e gjen? Po. Ka një herë. Ka një herë. A të pëlqen me gatu? Po, shumë pëlqen, se tu e po momen, që shpo gatur, edhe mu më ka hin hobi, që me gatu edhe në.
Okej, a e menon që kur të rritesh me qenë një eksperte e kuzhinës? Po, e kum full me mamin që në kam e pas shumë biznese, edhe njëra nga ato biznese është që kam e qelë një kuzhinë për ëmbëlsira, edhe kum vendos që ata që s'kan ma shumë mundësi për me ble, unë kum vendos që një weekend për një ditë që është e lirë për mu, mi ba disa ëmbëlsira edhe mi ja udhuru ata që s'kan Atyre që s'kan mundësi, o bërsa e mirë. Qëre këta fëmina duhen neve, kjo është e armja e vendit tonë, që shteti do të ecë përpara me njerëz të mirë, por edhe me njerëz që kanë ëndra që punojnë për ëndrat e tyre. A ke menu që kime studiu? Unë kur të vitë me madha, unë kom qaf më bo doktoresh si profesioni mamit ta. Va, bravo. Një doktoresh që e ka një restoran me ëmbëlsira. Unë kom thënë mamit që 5 biznese po i bo. Qa janë 5 biznese? 2 kom vendosë dhe qëta. Hajde, 3 tjera e lo, a? Qa janë? Për ëmbëlstura që për kuzhinë, Po. edhe një për tesha si Zara, se unë e kam shumë qef Zarën. Okej. Edhe shumicën e teshave i kam prej Zarës. Mirë, po e ke bo marketing, Zarën e ke knaqë. Okej, na është sa ma mirë është me përmen edhe biznesin e tezës arta që e kam fushkësov. Se dhe e ka teshat e mire. Edhe tetja më mirët me Me qka mirë tetja jote? me produkte muslimane. Po. Edhe unë kur shkoj të ajo kam shumë qef që me shku, edhe i them Ka parfima, atë ndimoj pak. Ka dhe skincare. Po e di. Sa mililitra që më shqit jo e qitë? Kam i qitë 500 ml. 500. Ju të bo për kalablak, me bereqet, Ajlina. A fërdit, mamja i Ajlinës është këto, po besaj që jeni me misafir shumë, jo që gatuni ka shumë. Tash të kemi me qitë. Përveç nuk, që qa kime qitë? Vajen? A kime qitë vajen që tash? Po, ka të luk vaj, Dhe ki vajen. edhe një luk që të pak. Okej. Bravo. Këto a do të me lëshu më nëzi? Alina e ka pru prej shpis dhe tha vetëm këto di me gatuone. Dhe e ka pru tigonin e vetë. Edhe i tunë do më dërisak për mort një mos. Okej. Tasha do të me vendos milin? Milin a ki me vendos? Po, ama njëherë ka me vendos flohër për pjekje. Para milit a? Unë e gjithë e vendosin në mil. Kush ka mësu që duhet para milit? Mame. Okej. A me ta vendos? Po, Krejt komplet? komplet. Okej. Ashtë Dhe milin. ato në fundët. Okej. E të mili jena me tahmen gjithmona, po. Dhe të bëhet masa. E vendosim një pjo, tani nëse ka hala Nevoj? nevoj, E shtojnë. e shtojnë edhe Edhe da. Atë një maja, të kalohë dora. A ka nevoj edhe për pak mirë? Po ndoket se po, a? po ka se A, shtoja edhe pak. delisat brume troshet, pa. Duket se e këna trash pak ma shumë, a? S'ka lidhje, A se s'ka na lidhje? dalin më të mira. A na dalin më të mira. Këtë di cila ka merë, me këto. Ta t'ja qesim edhe sheqerin, pluhur sheqerin.
Përzije. A na duhet çaj tigani me uly me vaj, Ailina? A duhet me Po, ly? do të me marë Qa? qato, Po. tani masanej me pallon. A, një herë me shto, tani me pallon? Po. Atje pas ke vajin tënë special, prit. Qëto, po? I ka marrë Ailina ketë mjetet e veta. Kështu? Po. A me shpërnda pak? Po, mjafta. A është mirë, Ailin? Po, A mjafton? mjafta. Okej. Tash na duhet me gjetë. Deri sa të nxehet pak tash të A ke shumë nxi? Po. Deri sa nxehet e bëjmë pijen, pra, deri sa nxehet. Po e bojnë. Qa na duhet për pijen? Qëtu kemi një lëng të gazuar, Po, që e ke zgjedh ti. na do Priti bigotat. Qa na duhet, Ailin? një shalqer e ngrim, na duhen mente, edhe na duhet limone. Shalqin i ngrirë, do me thonë ju e merrni, mu më tha mami që ju e merrni çdo herë. Po, kur qëllon shalqiri ka një herë i mirë, na vendosëm në Me ngrirë që frezë. me përdor për Po. pije. Okej, hajde, qysh e bën? Tash të hikëm këtu, qështet, A ndërmoj? Bravo. S'ka gojle. Se na kemi najtë shumë, kjo u shkrima shumë se që duhet. s'po di cila më mirë. Bravo. Të ri. Që na duhet hale, Po, pe bëjmë njerë për mu e ty, tani bëjmë edhe për kameramona. Okej, tash t'i vendosëm mentet, po. Mente si vjanera shumë e mira, e përdorën çdo recetë? për shembull për koktejla i përdore, Gjitha, po? gjithë. E kam edhe një mënyrë tjetër për me bë koktejlat, po kam vendosur se çito me bë, Okej. se më ka pëlqy ma shumë. Ka vendosë qëto dhe më ka thonë Ailina, Një fik. a muj me ardha pet se kam shumë receta une që di tha. Qele fik. Faleminderit. Kur di shirën tjetër, qa kemi na gatu? Mami më ka thonë që lava kek din shumë mirë. Po, edhe lava cake, po sot për zgjudha që me bë një pancake. Një pancake. Nëse viju në mysafir me najtë edhe s'është mami aty, a më thu ti hajtë rriri për bukë edhe e ban ti bukën? Ha? Po, A fu? Okej, koma ushqimi që di me bë dhe më pëlqen shumë është pasta Apo me, qëfar sose i ban? me sos të domates të pasta. Okej. Këtë lëngun që po përgatit mujna me bo dhe me uja, po Ailin? Zda me thonë gjithçysh me lëng të gazuar. Po ti Edhe sot me ujë, vendose po. me bo Po, me lëng të gazuar. Se kena mbyll mirë me gjas Ailin. A ndihmoj pak? Ta mbyllëm pak? mbyllëse. Okej. Kur shkon shkollë e ki ndrimin para dita a mas dita? Merr ushqimin me vete? Tash kur dalë në klasën e 6, kena ushqim në shkollë. Aha. Edhe në klasën e 5, kur jam Amane du me konë, fshi. kena pas ushqim. Në 12 ora kena pas S'ki nevoj me ushqimin. marrë me vete, do me thonë. Jo, na ka ndalu që me marrë me vete. A ju ka ndalu me marrë me vete, okej. Hajde Ailin se unë grovë mjaftushëm tigani, se po du me i po edhe pankekat. Tash du me i tregu për langun. Qëkë, prit pak Ailin? A jam në kamerë?
fantazi po duket. Shalqet e ngrirë, mint, limon, mund ta bëni me ujë, Alina ka vendosur me bën me një lëng të gazuar. O, sa e sheshme, na dëm pak? A e kum bëhet mirë? A u bosin shpe? Bravo, hajde shkoj me pancake. A e bën të madhe sa është i gani tash? Jo, po i bojna pjesët e vogla, Okej. edhe na nxan 6-7. A, i bën, okej, e kuptova. Vazhdo, Alin. S'ka gale. Këto e mbushim pak, derisa të... Që të mësoj diçka, tani thu mamit të ta sarant. Bravo. Qartë. Gjithmonë, për mës me të pikë, Po, e grynë qështë, mbetet aty. A ki motra ose vlezër? jo, i kam 2 vllazni, motra s'kam dëshirë me pas, Pse? Pse s'ki dëshirë me pas motër? se jam Ki qep me kon vetë, e qika? bukra dhe jo të veç e bobit edhe mami. Tani bëhen 2. Tani bën ditë bukra të dhejot babit dhe të mamit. Ani da halo ma mirë, ditë bukra boni. Ti dënë vetë me kona. Unë jam sa 2 të bukra. E kuptova pëse mami s'ka dhe një qikë. Vlezën të ma të vogël e ma të ndaj? Maj madhi ka 18 vjetë, i vogli ka 14. Jo që ato e kënë. A, nuk duhet që kjo? Jo, me që ato. A me që ata, okej. A ndimojnë ata, janë që gatuj? Jo, a? Jo. Okej, do të mi mësu mami edhe gjemë, valla. Po. Tash pyetja është ti nuk po da mami një qik me pas, kur të vjen nusja e vllaut e 2 vlezërve, ato kanë me kon 2 bukrat e dhejot për vlezërit e to. A ki me gjelëzu paka? Jo, të tane. Tani rrit na thoj. Po. Tani ti bosh e bukra e dhejot edhe ti për partnerin tanë. A sa mirë në pjek. Për ndryshe, Alina na ka pru një dhërat, edhe unë që du me hapë. Alina e ke bo vetë? Po. Qa na ke qip këtu? Ananas, ka edhe banane, edhe pse mu bananja nuk është e preferuara janë në fruta. Nuk të pëlqena? Jo. Okej. Kom Ta, vendos rrësh, Po? pjeshka, edhe shalqim. Alina tha me që emisioni është për shëndet, ta dhe unë e di që emisioni të shëndeti dhe ushqimi shëndetshëm, ta unë e dishta me tregu që një ndi me bo edhe ushqimet shëndetshme, po sot për një vikend kom vendos me bo pancake. Që që Alina na ka dëshmu në të dyja anët që është e mirë në kuzhinë. A i ke pri vetë këta shalqit kështu? A të kanë dimu mami? Pak mamoj se O, Ailin, na trashe pak. Dhe këta janë pankekat. A jalona emrin, pankekat e Ailinës, që mës ta merë kërkush recetën tënde. po. Ailin, këto pjesën tjetër të pankekave do t'a bojmë pasi që të përshëndesim me shikus, a kina i mesazh për bashkëmoshatarët e to. Qa ju kështë thonë vajzave edhe djemve të moshës tënde? Për shembull që kanë ëndra, a i kështë thonë me luftu për ëndrat e tyne, a ju kështë thonë me zgjidh profesionin sa janë të vogël, qa ju kështë thonë? Po, me ndik ato që e dujnë, Po. si jo në që kom vendus mi bos pas biznesa, edhe kom e bot ato, se lo pa e bo, Bravo, kismet, edhe edhe? me mësu, Edhe me mësu, bravo, edhe me qenë e mirë në kuzhina, po. Po, Bravo, ti e nëzancë shumë e mira, po në shkollë. po, këtë Që ato bizneset kur ti hapsh, o më thirë, o në tiri për marketing tani, ane?
Se ti ju ke bo marketing të bizneseve që si njohim, edhe tani unë ty të bëj bizneseve tua pa pare marketing. Edhe sa vjetë kemi hap në jonën për tyne? Se dita shumë. Se dita shumë. 25. Ose me dhe sa mami. Sa mami? Mami për doke shumë e ri. Oke, unë po e provoj një pancake me mjalt. Ta shohim se sa të shishme i ka bëj Lina pancake-at. Tash mundën i kështu. Qysh da që i palonit shishme janë. Shumë shëndurt. Në bëf mirë. Do me thonë, era është jarë shumë e mirë, edhe dita që janë dhe të shishme. Alin, faleminderit shumë që arë sot, edhe unë e të pres edhe në emisionet tjera, me gatu hala. Faleminderit edhe juve që... Edhe vazhdo me ndihmu mamit, shto si vajzë e mbarë. Gjithë. Gjithë, ta ke një. Shumë u knasha me ty. Edhe kam e tirë në ditë me nejtë, edhe të kime në gatu. Mu e mamit, na kena me pi kafe. Ane? Edhe kafe që qëtë. Edhe kafe në qëta? U, krysh do sen. Doshën mish kjo ka qenë Ajlina e vogël, kuzhinjera e unë ma e vogël, Hasimi, Ajlina Hasimin, të cilën shumë shpejt, mas disa viteve, do të ashoj me 5 bizneset e saj, edhe qatë energji po e jep Ajlina, ka me i ba, e di sigur që ka me i ba, inshallah jemi gjallë edhe ka me i pa. Shtë që vazhdoni me luftu për andra tuaja dhe vazhdoni me ndru, mos u dorëzoni asë njëherë edhe kur dështoni, zgjoni prap, provoni prap, deri sa të realizoni. Ne po vazhdojmë me hangër pancake-at e Ajlinës e ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10. Mirëmbëngjes.